Kuptime të rëndësishme të emrit të Allahut El Habir. El Habir është ai që di me hollësi të përsosur të dukshmen dhe të fshehtën, të kaluarën dhe të ardhmen. Ai njeh të brendshmen dhe të jashtmen e çdo gjëje. Ai e di çfarë themi, çfarë ndjejmë, çfarë fshehim në zemër. Dija e tij është e përjetshme dhe e plot, jo e fituar me përvojë. El Habir e di edhe mendimin më të holl dhe qëllimin më të fshehtë të krijesave. Ai e di cilësinë e çdo vepre, sinqeritetin e çdo zemre, fundin e çdo gjëje që nis. Ai nuk ka nevojë ta provojë diçka për ta njohur, sepse dienia e tij ka qenë e përsosur para krijimit të çdo gjëje. El Habir njeh motivet dhe qëllimet para se ato të shfaqen në vepra. Asgjë s'mund të fshihet nga ai, as shtirja e zemrës e as justifikimet e gjuhës. Kushdo që njeh El Habir kontrollon veten para se të dalë para tij dhe largon hipokrizin nga zemra. El Habir e di çfarë fsheh zemra dhe çfarë bën dora, andaj çdo njeri duhet të ballafaqohet me të vërtetën e vet para se t'ia zbulojë ai në ditën e gjykimit. Kushdo që njeh El Habir nuk gjykon të tjerët dhe punon për pastrimin e vetvetes, sepse ai sheh qëllimin përtej fjalëve e veprave. El Habir e di fillimin dhe fundin e çdo gjëje, pa pasur nevojë për përvojë dhe për prova. Çdo gjë për të cilën ai njofton është e saktë, sepse dija e tij është absolute dhe s'ka nevojë të plotësohet. Kushdo që njeh El Habir i dorëzohet me bindje urtësisë së tij dhe se e vën në dyshim fjalën e tij. El Habir mëson robin të mos jetojë në vetmashtrim, por si i sinqert ndaj Zotit dhe ndaj vetes. Kushdo që kupton këtë emër, ndjen vështrimin që ja bën ai në çdo çast dhe është i vetëdijshëm se nuk mund të mbulojë asnjë gjendje të brendshme, andaj i kthehet atij me përulësi dhe përmirësim të vazhdueshëm. El Habir na mëson të çmojmë dijen dhe përvojën. Ashtu siç ai është i mirë informuari për çdo gjë, ashtu njerëzit duhet të kërkojnë këshill nga ata që kanë dije dhe përvojë, pa kërkuar të zëvendësojnë shpalljen me hamendje njerëzore, sepse çdo mençuri dhe çdo përvojë buron nga ai. Hoxh Enis Lama, nga libri Ta njohim Allahun.